Gjërat që ndalohen pra në këtë muaj që të plotësohet pra adhurimi kryesor i këtij muaji që është agjërimi është privimi i vetes nga të ngrënit, nga të pirit, nga mëngjesi që tashmë përkon me orën rreth 5 e disa minuta deri në mbrëmje, pra në 5 e 20 e ca minuta, do thotë që besimtari gjatë kësaj periudhe kohore nuk duhet të ushqehet apo edhe të marrë ndonjë ushqim që e ushqen trupin, por privohet nga ato dhe më pas përkushtohet në pjesën e adhurimeve. Padyshim nuk është vetëm kjo ajo çfarë e dëmton atë shpirtin e Ramazanit, janë edhe më pas atë që vetë profeti Muhammed paqja dhe mëshira e Zotit qofshin me të thotë se janë disa njerëz të cilët dalin nga ky muaj vetëm të privuar nga të ngrënit, nga të pirit, por nuk kanë marrë asgjë nga agjërimi. Dhe ajo çfarë e bën këtë gjë, pra e sjell si përfundim të kësaj gjëje, është ata të cilët nuk kanë qenë të vëmendshëm me fjalorin e tyre, me sjelljet e tyre me njerëzit, nuk kanë qenë human dhe nuk janë përkushtuar ashtu siç i duhet një besimtarit përkushtohet në Ramazan, por vetëm thjesht kanë qëndruar të privuar nga të ngrënit, nga të pirit.